Ky është Vasimus është ish anëtor I brigadës 5 Shqipënisë, e cila kishte bërë mobilizimin prej fshatrat ndryshme të Kosovës edhe kishte arritur në fshatin Petreshtis. Në fshatin Petreshtis kishte bërë organizimin, si na thot Vasimus, me muin 11 me 15 dhjetor. Edhe 1944. Edhe për këtë ngjarje do ta tregoj Vasimus ashtu si ka përjetuar luftën me bashkëtorët e vet. Fjalë, kush është? Mojtash. Petreshtis. I me dorna. Notën e Bajrami. E me shkonë. Në pjanë në rënë. A me ka zoka të më. Po, shkonë. Qashtë. Si shkonë, prej? Dhe ne mi shko Bili pjanin Kërsheft. Ditën e Bajrami. Kime najten gjërdite. I me shkonën në vëqëtërën. 3 ditë kime najtë. Dhe ne mi shkonën Kësheqë. 3 ditë kime najtë. Dhe Kësheqët I me shkonë Shqipëri. Kime najtë 3 ditë. Për Shqipërit I me shkonën Kashinç. Kime najtë ja 5 ditë. Dhe ne I me nisën për Sanxhak. I zeti gjithë me dëshu kishë qefë me ikë se nuk I përqeke. Nuk I përqeka japëm. Qysh ju theshin Vasimus ata komandontat e tyne? Qysh ju theshin komandontat e tyne? Qysh ju trajteshin juve? Komandontat? Ate qikët në theshin. Ate të dërslidhike. I në resht. Na shka shumë qashtu. E pja tyrit, të një me shkonëm, në vej pazore, ranë ka tonët, me shëveq, e kemi zonën luftën, kemi liftuhe me Gjerman, aty në vërën, jam 20-30 vet, në vërën. Pi partizanve? Pi partizanve në vërën, të ka tonit tonë, 3. Jenë plagu? Jenë plagu nën. Me amra barbarit të nëti me amra? Jo, o shërdu për I veshe, se li shofulla. Po? Edhe, I kemi lukat atë plagunit, e kemi largue për atyrit. Edhe, I zeti me të shokës, më ka dhënë mua ratë. Po? Ratë në supë. Edhe, kamiken. Për brigadës 5? Për brigadës 5. Se që shënorë dhe tha, e din vetë. Po a thejke, I zëtajeti që nuk pun pelqen e tale, dhe të pelqen, dhe larguna. Po. Qështu. Ani, bashkë shërë fërëndizë, basi.